Selamu alaikum të dashur miq të RTI-s, mirë se po takohemi sërish me emisionin tonë të tuaj në rruga e ndriçuar me hoxhin e nderuar profesor doktor Shevqet Krasniqi. Emisioni Rruga e ndriçuar me hoxhin e nderuar profesor doktor Shevqet Krasniqi përveç në ekranin e RTI-s mund ta ndiqni dhe në YouTube, po ashtu dhe në Facebookun personal të hoxhës profesor doktor Shevqet Krasniqi. Hoxhin nderuam, kemi një pyetje për në fillim tek mehri. Mehri është në disa lloje apo është vetëm një mehr? Kemi fjalën tek mehri i menjëhershëm dhe mehri i mëvonshëm, nëse ke mundësi për fillim në bokën sqarim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Falenderojmë Allahun e madhëruar, salavat dhe selam pejgamberit e bekuar sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, e shokëve të tij shumë të nderuar, e familjes së tij të respektuar dhe të gjithë atyre muslimanëve dhe muslimaneve të cilët rrugën atij burrit të madh e kanë ndjekur dhe kanë pasuar derisa të kësaj dite dhe ata të cilët vinë pas nesh deri në kiamet. Pastaj, mehri quhet ndryshe edhe sadak. Në popull njihet edhe nikah, dhurat, quhet edhe dhurat. Fundja nuk është me rëndësi shprehja, por është me rëndësi kuptimi. E që mehri, dashë dhurata, dashë sadakaja, është një shumë materiale, e cila e ipet të gruas, nga ana e burrit, kur të bëhet nikah, kur bëhet kurora nikah. Shumë të cilën e kërkon gruaja dhe miraton burri. Këtë meher, këtë dhurat, e ka legjitimuar i madhi Allah. Në shumë ajete kuranore, wa atu nisa sadaqatihinne, dhe japni grave sadakan e tyre. E ka legjitimuar në shumë ajete, ka legjitimuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në shumë hadithe gojore, por edhe në praktik. Nuk është prej kushteve të kurorës, por është prej fryteve të kurorës. Është mirë që të bëhet kur bëhet kurora. Gjithsesi duhet të caktohet para se të martohen, respektivisht para se të vetmohen. Sepse nëse vetmohen apo martohen, pastaj më nuk kanë të drejtë ta caktojnë ata sipas marrëveshjes së tyre, por tani më mehri e merrin dispozitë të veçantë vetvetiu e që quhet mehru el methel, mehri ngjajshëm, po nuk ka të drejtë më të ndërhyj as djali e as vajza. Këtë sasi, këtë meher e kërkan të thamë vajza, e miraton djali. Tani vajza ka të drejt me kërkue sa të dënë, por edhe djali ka të drejt me pranu apo me refuzu, sepse s'ma në banë do shta. Andaj është mirë që vajza mos ta randoj burrin më shumë se sa që mund të bartë, por të njëjtin kohë edhe mos të lë pa kërku diçka, sepse Zoti ka dhënë këtë drejt femrës. Kjo kësi hyrje, e sa e përket asajna se tek llojet e mehrit, në fakt mehri është një, nuk ka 2, 20, 30, s'ka, mehri është një. Mehri është një meher është. Por këtë meher mund kem të drejt të ndajmë në 2 pjesë, mehrin e hershëm dhe mehrin e vonshëm. Për ndryshe, mehri është një, por ndarja e tina
mund të bëhet në dy pjesë. Pra mund është mja dhënë prej herë gruas krejt mehrin, për shembull njerëz të cilët kanë mundësi dhe në kuror aty, kur të bëhet kuror, ata zame thoton i du meher 5.000 euro, i du 10.000 euro meher. Dhe ai që udhëheq procedurën e qahut, i thotë djalit, po pranon ti me qenë meher për këtë gruan tënde, respektivisht këtë vajzën që jetë kërku për grua, me qenë shumë në vlerë 10.000 euro, thotë po pranoj. Mirë, kur do m'ja dhon këto, thotë me njëherë, e transferojnë bank, ose i nxjerr pe gjepit dhe ja jep. E kreu. Ose, kur t'ja bi dhuratat për shtëpis, para se me marrë, me që ato ja bi parët kajtun. Du të heki borçin tam. A kam bërsh në isaj, me nërë heki. Le të bërë me të që ka të dëna jo. Do shtë ka që fej me bli dhurata shtesë, për darë, së më jepin të natë. Pra, mundet m'ja dhanë krejt për herë, munden me shty për me vonë, por, është mirë dhe shumë e preferuar e jo e obliguar që me i dhanë diqka para se me u vetmu me të qka dë qoftë. Për ata pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka parasit Aliu, kër e ka martu bijen e tij Fatimen me te, me i dhanë diqka. Me i dhanë diqka. Dhurat. E tek ne, shoqërzotit është një traditë e mirë, kur pregaditen me shku me marë fjallën e vajzës, dhe veç ata jenë marrëvesh para prakisht për kamit kurora, ata i marrin disa dhurata me veti, jo nazën e gishtit e, jo në ndoshta ndonjë parvëthe, do t'isha paka shumë. Dhe që këtë dhurata e në ato, dhe kjo mund të futet në mehrin e herë shumë. Asnjë problem. Ndërsa pjesën tjetër të mehrit me u caktu për kur, për sa kohë. E këtë është mirë me definuar në prezencën e hoxhës, respektivisht atij që man evidencën, dhe të dëshmitarve, kur bëhet kurora, në mënyrë që runa zot nëse dënë me lujtë njëre apo tjetëri, me thonë një ma vanove, s'ma dha mehrin, këthët një ma ke ly për ma vanë, se kom pas kohën tashet e tjirë, kthehëm të dëshmitar, kthehëm të ai që ka marrë evidencë, respektivisht e hoxha, dhe simbas shënimeve edhe gjykojna. Pjesën tjetër, pra kanë të drejtë me shty për më vonë, por me definu kohën kur. Se këndejmi nuk bën që të koha të lihet e përgjithshme e pa përcaktuar. Për shembull me thonë burri, sa lira për lyp të zame kushtimisht? 10 lira. 10 lira po, 1 lirë, jepi është ashtë kur të martoj. 9 kur të mjep zoti. Kjo sa merë, kjo hajgare është. Kjo është hajgare. Kjo është hajgare, nuk thuhet ashtu. Ose të jepi ty kur të rregulloj punë, kur të bëj biznese, kur të hinë punë, kjo është hajgare. Jo. Sepse ke i bjeti me s'me dhanë grus kor me herën. E ja, ti kemi definu kohën. Mrana në viti, mrana 2 vite, mrana 3 vite, mrana 5 vite, unë du me kry me herën të amë. është bërq, thjesht është bërq. Andaj dohet me përkufizu, me caktu një kohë, dhe mrana se periudhe kohore, me akthye me herën, me akthye me la borqin, e që është me adhan grus me herën. Kaq shkurtimisht. Po, faleminderit. Po që ndërëm, lexojmë pyetjen e radhës, që në arrin nga redaksia, thotë, Selam aleikum, jam shtatzan për herë të parë. Kam dëgju që bebes duhet baba mjaknu ezanin dhe ikametin në vesh. Për burri jam nuk din. A bën mjaknu une si nan që bahem? Po, bën. Inshallah Allahu nuk zën me vlat hajret. Atë që kanë thënë ulemat, kjo është një hadith, për rreth hadithet ka fjalë. Mjaknue ezanin ka dalë në vesh të djathtë, e ikametin në vesh të majtë.
fëmijët. Në mënyrë që fjala e parë që shka në veshën tru, me qenë la ilaha illallah, me qenë fjala emni Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Fjala e parë. Me hynë në dynja, veç dynja, me pritë këtë dynja me la ilaha illallah. Në fund kur vdes, para se me vdek, a është se net mja kujtue fjallin la ilaha illallah të smurët në kënit të vdekjes, që ka në pejgamberin hadith, leqinu meftakum la ilaha illallah, kujton ja, aty në qenë e kënit të vdekjes, la ilaha illallah. Mënyrë që me dal me la ilaha illallah për dynjas, me hy me la ilaha illallah, me dal me la ilaha illallah. Fillimi I ti në dynja me la ilaha illallah, fundi I ti në dynja me la ilaha illallah. Këte dënë Allahu, këte dënë Allahu, këto është I knaqër Allahu, këto është I knaqër Allahu. E shpresojmë të Zoti që pasi që është I knaqër me këtë fillim dhe me këtë përfundim, me qenë I knaqën edhe me pjesën e mesme që është jeta e tina. Kështu që rëndësishme është me thirë azanin e ikametin, e pak ka rëndësi a baba, a nana, a motra cila e linë fëmijën atë, apo kështë të qëftë. Selamu alaikum, dhe ishta me pyet hoxhën njetin për faljen e namazit. A lejohet me ba edhe me gojë, përveç njetit me zemër, për arsye se disa haxhallar po thonë që nuk lejohet njetin me ba me gojë. Njetin ata që thënë lejohet me gojë, ndoshta kanë për qëllim se njeti ka vendin në zemër, dhe nga frika se mos po mendon xhamatliu që pa bën njet me gojë nuk I pranohet namazi. Do është vërtet që namazi njeti është vend ka në zemër, në mendje, nuk ka nevojë me shqiptu me gojë. Por nëse dikush e shqipton me gojë namaz bëhet. Sepse ata që kanë mendje në zemër, po ka që me thonë me gojë për me koncentru më shumë, namaz bëhet. Se fjala vjen agjerim. Agjerim nuk ka nevojë me bën njet. Po nëse thotë dikush vendosë me haqëru, sa të këtë dito, zatë le ta me prana ma ja Rabi. Anë bele të thëtë. Kë, po I din, se kë nuk ka vajgjib, nuk po thëtë që vajgjib, por po qëtësohna ma shumë të ani e ta banë. Allah shpëlej të thotë ndërum. Selamu alaikum. Unë kam dëshirë me u falë, po kam fillu sabahën me falë duke lexuar në letër, sepse nuk e di pse s'po moj mi mësu dovt. E kam një fëmijë me aftësi të kufizume, 24 orë kujdes, e këshyri shumë, s'lodh na ka shkoj, e falenderoj Zotin që na ka fal e du jashtë mase, I kam edhe 2 tjerë, elhamdulillah shëndosh. Ramazan agjeroj të gjithë qysh nga 10 vjet, fëmijë agjeroj, po qysh me ja ba me mësu mu fal, edhe a ka naj metod me të lehtë, fele me shumë nëse me përgjigjeni një nanë që dënë shumë Allahu dhe mundohem të bëj gjithë shka për ta. Allahu dasht e trujt, e të paguft e që përbleft, për dashurin tanë që ke ndaj ati fëmiju, e për dashurin tanë që ke ndaj Allahut, ndaj dinit Islam. Është vërtet se dikush e ka vështirë me mësu për men suret, por me letër. Eran ka qenë më heret, ku nanat tona kanë qenë analfabete. Qa me lezuaja? Ku nuk di qa ka përpara. Duke mos harruar se nuk ka pas edhe mundësi kësa fa letra se sët, me mësu dovt, po dhe nëse ka pas analfabete. Analfabete vetë, këtë analfabeta të shpija, edhe nëse kanë diqë këmë lezim, qa pa të fajde për tyne? Asgja. Pun, kush nuk kemë se nanën, nusën, rene, qikën, nuk kemë se kërkosh më falë. Dhe edhe më kanë desht, ato që kanë desht, pas ka pas kushin zite, kushin mësan, qysh më pësu më falë.
Ndërsa ka të sodit, ato që kanë më vështirë më mësu, falet me letër në dorë, sikur kjo motra. Mos u ladh. Do të thonë mos u stresa. Do thonë ku për mua pranohet se pranohet. Më rëndësi është me i tregu Zotit tanë. O Zoti jam, unë jam një grua, një robëneshe jotja, që du ty shumë. Dhe po du me të adhuru ty me farë dhe këtë namaz. Por, nuk po di ma mirë. Letësama, e pranama, që është të qysh për falë në ja Rabbel Alemin. E letësama, të mësejt surët e do përmenësh. E dhe të mësejt surët përmenësh me letër në dorë. Me letër në dorë. Letër në dorë, të letëzu. Alhamdulillahi Rabbil Alemin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin. Pastaj inna ataynak al-Kawthar, fasalli rabbika wanhari, nashanike hulabtar, Allahu bërndruqu, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, semi Allahu liman hamida. Të poshtë pësan, ose telefonat a shkot sodit, aplikacionet e njëta gjahët të mësën telefon, alhamdulillah. Po veç farzët në heri bën motër dhe risat mësë është më falë mirë, veç farzët. Allah shpëlif. Hoxha, marim edhe lexojmë edhe një pyetje para se shkojmë në pauzë shkurtër. Po. Përshëndetje, Hoxh, i kam 4 vllazni e 3 motra. 2 vllazni i kam jashtë dhe 2 në Kosovë. Këta në Kosovë kur nuk na thirren, as nuk vinë me na marr. Kjo femën koka? Po koka femën. Po, kjo bija. E kur vinë këta të jashtit, na morin e tani mbledhemi bashk, sikur mos e pas kur një sen. Ku është problemi, as hise si ka morë as sen. Graci lojnë. E vëllaj, qa me thonë tash? Mësi presh me konata. Po dhe se presh me konata, po vllazni në Allah i drejtoft, të i motër, Allah i drejtoft atë vllazni. Dhe vllazën janë vetë ftaft qashtu. Të ftaft janë. Të mirë janë, po të ftaft janë. Dhe janë vetjaka. Dhe janë kujtagji. Me i dhanë, knaqet aj. Me bo me i lypë diçka, e niset kurret. Po vlla e ki. Nana të ka bo, baba të ka bo. Vlla e ki. Shë që vlla në mirë dhe të keq, vlla e ki. Elhamdulillah që pas ke 4, kur të vinë ata Gjermanisë, bila ta bëhen sebeb, më taku edhe me këta shëhret i Zotit, elhamdulillah. Kjo nga njëra, nanën tjetër, të vetë si bidet me shku të vllaznia. Mos prit vllaznia me tarë. Ti mi prit, po në kuptim mos prit pa marrë shkaj. Ja, stakfirullah. Ti që është kanë të vllaznia. Në mujtë, 2 mujtë, si mbas mundësie. Edhe herë thjerë telefon. Po jo në mujtë, po bile 1 javë, 2 javë, 3 javë, e thjerë vllazni në telefon. Në selam për gjithë shumë. Vetë që shene rënë këtë rahat mirë shnash, në fund të thotë, dilni vëlla, dilni si gjoni kona hajdet, dil të motra në hajdet, të din që asë gjenë. Po thuj dil hajdet. Edhe në herë që abote si motër me thirë vlanë në drejke në darë. Nëse asë gjenë kor në 6 mujë, në iftarë në Ramazan. Me thirë të dëtë. Nëse ata 2 flasin më zveti mirë. Nëse s'flasin, nëherë njënën, po dhe e hanë bukën e motrës, njëherën vetë. Herën e dytë, verës, kur vinë ata vllaznia tjerë, i thua të në 2, pa kam qefë shpetem. Mi aboni nërë, edhe juve, pa edhe këty në 2 që s'pon vinë kur, pa kam qefë më le vllaznive në shpetem mi aboni drejkë. Dhe bo 2 herën vetë, edhe elhamdulillah. Dhe bo është sebeb ti, me afru vllaznin, po t'jeti ku edhe me kry borqin që ki dhe vllaznive. Nanët i ka bo ata, ta nuk jenë të begradit e të rësise të kines, ata në barku të nanës tënë. Ne kemë problem muslimant, do shta si shqiptar, na flasën për shqiptar të tonë, nga njëherë apo më duket mua. Kemë problem në përkufizim, në koncept.
të shumë gjërave. Për shembull, gjen dikën të cili nuk flet me babë. Se thot baba i shtir, baba nervoz, baba i trant, të se ke pas ke kuptu natyrën e babës tënë. Ose ke trans vllahun, ose motrën. Ja i së vjen, ja kur vjen me hallaka shpinë, ja kur që ka unë në bërtet, ja me desperat me të me shkone, ja do të me hisi me zërë shpe. Që për do me thonë me te? Mësë do me thonë, me thonë veti arsyje për me leqit vllahun, e me leqit babën, pse s'është i kalibrit i nivelit tanë, që i bijen të këndër tënë, po t'ishte i mirë, t'i pate me ka për qafe. Jo e me ka një mirë të tonë dhenje, edhe të hujtë ka për qafe. Kur sillesh mirë ndaj njerëzve, në rrugë njerëzve dalë të ka për qafe. Njerëz të hujë, si ti bëjsh mirë ti, ata në rëkt marrin. E ku ti bëjsh mirë, por kur s'bën i mirë, sillet keq, çaj është rujtje e lidhjes farefisnore. Andaj me kuptu koncept, çka do me thonë me majt lidhjen farefisnore ndaj vllau ndaj motrës. E pejgamberi me hadith sallallahu alaihi wasallam ka mësuar, ka thonë, nuk është mbajtës i lidhjes farefisnore ai i cili nëse më vjen dve, nëse më thirrë, nëse vjen të shkoj, nëse më shkon vjen. Ja, ai është mukafi, ai është mja kthy. Po ta kthej, ma ktheve. Në thirrën drejt para një dite e tash kam rënë nëne. Thirr vllaun drejt. Tani e ka motra, thirr mos e ka thirr dy herë, çish me thirr dy herë motra të tjerë pa më thirrë mua. Kjo është mja kthy. S'kan kjo punë kështu. Kjo në rregull, kjo mirë, por nuk është e mjaftueshme. Anë ashtu kjo. Po mjaftueshme s'është. E mjaftueshme dhe ajo çka kërkohet prej teje me kon tamam është kur ai tash që po të lidhjen ti e mban. Ai nuk vjen, ti shkon. Ai s'thirr kur, ti thirr gjithë. Çka është el-wasil? El-wasil është fjala në hadith që ka ardhur ai që rron lidhjen farefisnore. Pra, kini vllaz vjen kur sa çelderën. Bëhet më të mat sa çelderën ti mrana viti mas pak të 10 herë ke shkuar në shtëpi. Elhamdulillah. O bo 5 vjet kur njerëz ka thirr ty një drejk një dark, ndërsa ti për 5 vjet e ke thirr një 10 herë mas pak ti ka 2 herë në vet, ndoshta ke thirr drejk në dark. Elhamdulillah. Elhamdulillah. E ke rujt lidhjen farefisnore. Nuk janë ta njerëzit njëjtë, pastaj do të më garuan punë të hajrit, do të më bëjmë më mirë sa tjetri. Sa madhështor është kur dikush bëhet sebeb një vëlla, ose një motër dhe i ruan vllaznin e motrat e tjera. Ose si van babe. Ose si zot shtëpie. I ka vllaznin me vogël, motër me vogël, këtij rringata sa rringati tap. E çan hall me këtë me dert aty tjerë se kallxonin në rish punë të mirë tani i kishë pe kesh këtina në rish ta, a vetë zihet vetë digjet me rana shkreta motër. Ose vëlla. Por mënohet këtë mja frungat. E tash kur për them këtë pa dash me lavdu, por që të kom pas një nënë temi cila ka qeth mi ju më i madhë dhe krejt që ka pasin, jo është të vllaznjeve po dhe ma gjanë, e një rata të munue me afrue, me i... Kështot me qenë gruja, kështot me qenë burë, kështot me qenë vlla, kështot me qenë motra. Qoftë me leke, për shembull ka vlla të bërq, shumë herë prishe për pak parë dhe vllaznia, ose motrat me zveti, e pësa i motër, për një parë papugje, për një fistan, për një qinera, që vllati jep. Ose jep ati në thunë, jep pashë që jep parët, ose jep të thuj t'i ka quaj. Anë faktu atje? Sta hubre zote, o bëne sebeb me afrumes, me rujt, që atë lidhje farefisnore. Kjo është ibadet i madh. Duhet një lloj përkushtime, sakrifice, sabri, po këtë pjekt ngritë të zoti. Punja për hatër Zotit bojna këta. Për hatër të Allahut, për hatër dinit Zotit. Por edhe për diçka, për hatër babës të nanës. Në veçanti nëse si ki gjallë. A nuk është marrë nesër pas nesër. Takohen shpirtat e në varë. E të vdekerve u shkojnë lajmet të gjallëve. Se djemt e filanit janë prish me zvete. Edhe në zënë deka, e të pyjtë baba tje kur takosh me të bjera. Kjo ma i madhe.
ose ty mendova që je ma i meqme. Pse se afrove vllaznin e tjerë? Lash ty mas meje, ti mete mas meje. Pse nuk i morë rëmësi për ti me afruat atjerë? Marë. Për ata do të me bo senë për hatër babësët nanës, anë pëse të vdekun. Se fjallë vje mja respektue vlaun, migjen, shokun, mikun, mja respektue ata që i ka da, që ka respektu baba, nana, sa kanë gjallë. La ilaha illallah. Se zgjatëm. Allah të ndëroft, shkojmë një pauzë të shkurtër, të dashur miq, dhe pas një pauze të shkurtër, rikthehemi sërish me emisionin Rruga e Ndriçuar. Selamu alaikum të dashur miq, jemi rikthyer sërish me emisionin Rruga e Ndriçuar me hoxhën e nderuar profesor doktor Shevket Krasniqi. Hoxhën e nderuar, lexojmë pyetjet e radhës të cilat na kanë arritur në redaksi. Selamu alaikum, për ju dhe për hoxhën, jam një motër muslimane. Kam do pyetje për hoxhën. Nana ime ka vdek para 22 viteve, në moshën 57 vjeçare. Ka agjëru gjithë, po namaz s'ka fal, se s'ka dit as shkrim, as lexim. Më herët s'ka pas telefona internet, si tash me i mësu. Na fëmija nuk ja kemi dit, na fëmija jemi kanë të vogël dhe s'ja kemi dit vlerën fes ka të shumë. Baba jam u fal, po jo rregullisht, edhe ai ka dek një vit para nanës. Dytë kanë vdek pa i mush 58 vite. Kisha dash një këshill prej hoxhe, çka mundem me bën na për shpirtin e tyre. Allahu i shpërbleft për këshilla. Pyetje prekse, ha? Pyetje prekse. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Zotit jem, tek Zotit kemi me këthi. Allahu i pas më shiruar të dy prindrit e ju, me rahmetin e ti të pafund. Elhamdulillah, elhamdulillah, që kanë qenë besimtar. E kanë besu Zotin hak, ditën e kiametit hak, gjenetin e gjehnemin hak, Kur'anin hak, Islamin hak. Elhamdulillah, që kanë pas veprat mira, si agjerimi, e veprat tjera të mira, për babën the dhe fal herë. Por kjo nanës më preki më shumë, që thatë se ka qenë analfabete, nuk ka ditë shkrim lexim. Nuk ka ditë, dhe se ka ditë vlerën e namazit. Sepse plot motra, nanat tona, me mira, me 10 mira, me 100 mira, na kanë vdekur neve pa namaz, ama në anën tjetër kanë qenë gratë mrekullueshme. Gratë të cilat o Zoti jon, po shumë kemi nevojë ne për çiftet e tyre në këtë zaman. Për din dhe për dynja. Por se kanë ditë rëndësinë e namazit, dhe s'ka pas kush i mëson, më falë edhe kush mëson rëndësinë e namazit. Andaj themi në qafi paqen ata që i kanë lanë pas dore, ato nanat tona me në vdek pa namaz. E në anën tjetër, shumë shpresojmë të i madhe Zot, duke e njoftë Zotin ton, duke ditë rahmetin e madh të Zotit ton.
e mirësinë e madhe të Zotit tonë. Se Allahu ato nana ka për t'i falur. Ka për t'i falur. E ka për t'i mëshiruar me rahmetin e vetë. Sepse ato nuk kanë mohu asgjë prej dinit. Nuk kanë pritu kur gjë me kry prej dinit. Ato që kanë ditë, apo që kanë pas mundësi me kry. Nëse kanë lanë diçka, apo kanë bëndu një gjëna, kanë bo pa dije. Si fjala vije, agjerimi, gjatë Ramazanit, gjatë ditëve kur i kanë pasur të përmëshme të tyne. E që është haram e ndaluar, por ato kanë bërë një veprim të tillë, një ndales, pa dije. Pa dije. Kështu që nana juaj dhe baba juaj, që të dy, insha Allahu Teala, kanë vdekur musliman, e ata pas kanë lanë në vlat të hajrit. Sepse sa mirë tha, ne në atë kohë kemi qenë të vegjël, edhe se kemi njoftur fenë mirë se çdo ata pasi që njofim tani. Kështu që ata jenë ka për dini, të rritë, e ka njoftë dinin dhe praktikojnë dinin, e elhamdulillah që kanë lanë për mas. Prindrit, e jo çfarë keni obligim ndaj tyne me u lutë. Me thonë sadaka, me u lutë për shpirtin e tyne, tanë kohën, tanë jetën, ditë vdesni. Namaz e jashtë namazit. Me u lutë, sepse kam vdekur musliman. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ama kjo nuk justifikon tash nanat e sodit e motrat e sodit mas me u falë, me thonë se di, sepse s'ka motër në alfabetë sot, sepse sot s'ka motër e cila mundet me justifiku s'ka pas ko shumë mësën, mësa vetë. E ke internetin, e ke libra, e ke fletushka, broshure, tëna mundësi ti ke shoqe, ke këshike, ke miqasi, ke shoqni, që din më falë, thuj nuk të lëshoj pa mësu më falë, lëmi ati që pa falësh, mësa më i bi, mësa më i motër dhe mu më falë, mësa më për i zatë dhe zotët mësa më. Po pra, më se lësha, dhe sa të mësa më falë. Sepse arsye nuk e para sotit nesër. Nga se robi, ndryshe trajtohet ko një sen se ka dit apo s'ka mujt me kry, ndryshe trajtohet kur e ka dit për e ka neglizhu. Sa të motrat tonë, vëllezërit tanë që nuk falin namaz, e neglizhojnë, dhe me thonë, e mëhojnë, e zvëglojnë rëndësinë e namazit, rëndësinë e mbulesës, rëndësinë e agjerimit, të farzëve të Zotit, e zvëglojnë, nuk i mëhojnë. Ja, mire me agjeru, le që atë dikon. Mire me agjeru, me 2 ditë, 3 ditë Ramazan e kryva, se s'mëj ma shumë, se jam i nëzanë, se kam shumë punë, pëse më dhem kryta, pëse unë tohesha, Allah ila unë tohesha. Na nuk më tohuma, na nuk jena kryesa biologike, fiziologike, na që me na godit uria, lodhja, mundi, emocionet, na jena superiore që apo duket ty. Por, na jem si ti, ama na nuk thojnë dohet me agjeru me lanë të që të dera, por në thejna dohet me agjeru dhe kjo puno, kryje me emër të Zotit. Dohet më falë dhe ko më falë, me letër e pa letër, o vetën o mas tjetërit, ko më falë dhe ko më falë namazin. Nuk e lope falë. Edhe nëse gabaj gjatë namazin, edhe nëse nuk jam i sigurt, ko më falë, sepse s'dua me më zanë vdekja pa namaz. Allahu në përmirësov gjendjen, ja Rabbi. Kjo është edhe një element i mirë, një shaj i mirë, se shumë familje, mira familje,
kosovare, shqiptare në përgjithësi dhe komunitetet tjera që jetojnë këtë Ballkanin ton perëndimor, janë vëdjesu shumë për çështjen e fesë. E shef? Të dy prindrit janë kanë musliman, por musliman me qatë islam që kanë zanë që që ka shërtu komunizmi. Ja ka shërtu komunizmi, por shëbit e tyne, fëmija tyne. Dhe kështu ki, për mësë me thonë, çdo familje, çdo të familje ki. Çdo shtëpi e ki. Çdo shtëpi e ki. Të paktën ato shtëpi në Kosovë që e gjenë dikën që nuk i vjen Zotit sejdë. Nëse ju në rrethin e ngushtë, më njëherë rrethin e dytë. Po kjo madhështi e madhë është. Po kjo është argument i pamohueshëm i qartë se ky din është e Zotit, s'është i jemi, as i yti, është veç e Zotit. Dhe se është hak, dhe se premtimi i Zotit është hak. Ai ka premtu që dinin ka me qenë vetë, edhe ka me rujt, edhe ashtu e rujt. Elhamdulillah, o Zot, që Allahu na mundsoj me prit këtë ditë. Elhamdulillah, o Zot, që Allahu na ka zgjat jetën deri në këtë kohë, e mi pak të Allazni e këto motra, ka dojnë dinin e Zotit të bareke wa taala, dhe ka interesohen për këtë din, me njoft këtë din, me praktiku këtë din, me jetu me këtë din, dhe me avlan pasardhësve të tyre këtë din. Kjo është e papërshkrueshme. Elhamdulillah në të ditë. Allah shpëlef të hodin dëruan, lexojmë pyetjen e radhës. Ka të bëjmë me haxhilerët të cilët po publikojnë tani fotografitë e tyre në rrjetet sociale, thotë, a duhet publiku shkuarja në haxh? S'ka dërt. Pse kush të keqja? Nuk ka dërt, përpas që nuk duhet bëhet në mendje madhësi. E që kjo shpresoj të mos ndodh, por nëse ndodh është keq. Nëse punë të hajrit që i bëjmë, ne nuk duhet të reklamojmë ato për kryelartësi mendje madhësi. Po nëse bëjmë thjesht nga qefi që me tregu të tjerëve që mendon një gëzim këtë formë, ose për me nxit të tjerët që edhe ata më shkon haxh, nuk ka dërt. E që i bie në një farë mënyrë davet në mënyrë indirekte. Nga se kur dikush e sheh një njeri që ka qenë haxh, lakman, e ka shok, e ka mek, e ka lakman. Thot sa për i lakma i këtina, që pas ka shku. Ose, që pas ka shkua, jo me emër Zotit, dhe se la pa shku. Dhe shqiptarët e kanë këtë farë. S'me thëmi nati, po këtë farë lëji. S'mo një quj kultura, mo është pjesë e traditës së tyne, kulturës së tyne. Shumë puni bojnë, pse i bojnë të tjertë, apo për natët të tjerëve. Edhe punë të mira i bojnë për natët të tjerëve. E kjo fillim është nuk duket e mirë, sepse s'bëhet puna për hatër të tjetët, për bëhet për hatër të Zotit, ama me shpresë që njetën e përtrinjta, e përmirësojnë njetën, me shpresë që njetën e përmirësojnë. Inshallah dhe bëjnë për Allah. Thot pyetja radhës, ai që ka borxhe, a duhet me kry haxhin? Pra, po flasim tash një këshill për ata që kanë borxhe për vitin e ardhshëm, a me kry haxhin? Që kocodit pak njerëz kanë në dunja që nuk kanë borxhe. Apo, pajton? Në kocodit shtete si shtete, të pak ta nëse kanë dë një në botë që s'ka borxhe. Kompani milionëshe, miljardëshe, të pak të janë ato që nuk kanë borxhe. Biznismen me bizniset më dhatë, mesme dhe të vogla, të pak të janë ata që nuk kanë borxhe. Deri tek njerëzit që kanë standard mesatar, të pak të janë ata që nuk kanë borxhe. E atëhera, asë jam së shkon haxha? Jo, Maria.
Ja Maria. Për ata kur flasim për bërç, duhet ta sqarojmë këtë çështje. Nëse njeriu e ka një bërç, dhe ai ka çato para për haxh, po çat shumë do të më dhon dikuj për bërç. Apo gjysmën asaj shumë, më dhon dikuj bërç e me gjysmën në haxh shkon. Tani, këti që ka bërç, nëse ka vadën, ka kohën, më dhon borxhin, do të më dhon borxhin një herë, më shty haxhin. Por nëse ka borxhin për më vonë, se ka të caktuar, ka mas 3-4 vjetë. Tash nuk do të këmë kapën që ata, ka më në bërç një herës më shkojnë harq. Dhe që e bje kja? Kja i bje galte, se ka ata shqiptarë të mi dhe totë, të cilë thonë, une, inshallah nuk dësë më shku në harq, ama dhe të martu një herë e thminë. Do të një herë mja siguru ka një shpi fmive një herë. E me i da fmit, e me i rahatu fmit, tani me shku. O të nashtë se rahaton kur. Se kur problemet e dënjas, të lashë dënjas në kryje. Po më ndën të që kjo është arsye më së shku në haxha? Jo, ty i bën koftë arsye. Kështë që me kësyrë, ta në kushtë të rëthanat, me plecu, kur zbahen. A më po është të vërtet, nëse borçin ke vadën e borçit, me la, këtë haxhit, para haxhit, mas haxhit. Dhe qatë shumë që kemi dhona atina, ke pregadit, të e kem bledh, në vend se mi e la njerit borçit të që shka në haxh, gabim e ki. Sepse haxhi është hak i Zotit, borçi është hak i robit. Kur mlidhen bashk hak i Zotit dhe haku i robit, do të me dhanë përparësi haku të robit. Kjo është rregull. E hakën e Zotit shtynë masanej. Shambull tjetër. Nëse një njeri runë në Zot të shku në xhami, me falë namazin, ndëgjove një brim apo 5 e hinë zjarën i banese. Dhe brime madhe mrena në familje. Çka bën? Vrap me shku me këqyr me shpetu dikon. Apo? Po angazhu atë mete, ne sahat, 2 sahat mete, iki namazi. Haki i Zotit namazi, haki i robit me gjinë njeriut. Ose i pranlumit të hecë, ninde ka një nanë të bërtit, të myty me të vladi, me djali, me të fëmija. Te instinktivisht kësen e nuj për me shpëtu. I ki gjësa hatë 20 minuta, 15 pa falë namazin, të bosh gati me falë namazin që atë ko. Tash do të me hije, me dale, me marë frima, apet me lëshku poshte, të kërku, të tajnë se nëzjerë me dhanë frima tina, me dhanë ndihme në pare, shpejt me shkute mije, s'ka kush kujdes për ta. Namaz e shkaj. Ose që të grua atje është një nana atje, një gru të përkujdes në lindjet në femijot. Edhe është kompliku gjendja dhe 1 orë, 2 orë, ku ta dyjnë gjësore, unë pak ma shumë angazhohet me lindje, e asoj gruje, dhe dhe që atë kohë namazin e ka shty, ta më në bëgati me falë, mële dhe lindja. Këtë rast, hak i robit, hak i Zotit. Atje të borçi, këtu të ndihma fizike të tjerë, pra duhet me dhanë përparësi, kur bëhet bashk hak i robit dhe hak i Zotit, hako të robit. E hakin e Zotit shtynë ma falë. E që bje namazin e falë ta një kaza. Mas kohë, apo këto haxhin e shtynë për vitin tjetër. Pse që ke pikë të sqaroj, sepse është shumë me rëndësi. Amen. Ndërum, kam një pyetje për ditën e parë të Bajramit, kënd do të vizitojmë së pari? Së pari, që ta që kima të afërt, që ki hak ndaj tyne më së shumti. Nëse ke nanë e babën, hak ndaj tyne ke më së shumti. E pas të e hak ndaj vllaznive dhe motrave. Agjellarve, hallave, dajeve, rrethi 2, 3 kështu me radhë. Hak ndaj tyne kena. Dhe haku dhe të me shku me radhë, shkallë. Në këtë kohë ndoshta mjafton me telefonata. Në këtë kohë
edhe atje vizitat, po edhe rrugja lidhjes farefisnore, mbajtja lidhjes farefisnore kuptim të përgjithshëm, deri diku edhe me telefonata mbahet lidhja. Amen. Hoxha ndërum tek shpërndarja e mishit të kurbanit, pasi ka prej disave që nuk kanë ku me shpërnda dhe krejt mishin e nalin për veti, a është Nuk kanë, ku me shpërnda? po, S'kan ku me shpërnda mishin e kurbanit? tamam. A është në rregull kurbanin nëse nalin krejt mishin për veti? Këtë në dy sene. Dy pyetje, nën pyetje. Prana kësaj pyetje të madhe. A bën me huar mishin këtë për vetë mos më shkep hiç? Dhe qysh më bë kur nuk gjon fukara ku ne më shkep. Po bën me huar vetë krejt, nuk diskutohet. Ashtu qysh bën me shkep krejt, bën me huar krejt. Por nuk është me sunet me huar krejt. Me sunet me shkep një pjesë. E tani, po nuk përgjej fukara, nuk është kush e fukara më dhon mish. Fukara është kush më dhon zakatin, jo mishin. Mishin jep fukarave dhe jo fukarave. Jep akrabave, jep vllaznive tu, këshive tu. Edhe nëse kam prej madje. Sikur se për mbelcina. Ju qënë buk, me kishe me qënë mbelcina, pa ta kanë qita mbelcina. Po dhe në bërë një herë me qënë një mbelcina tyne, mbelcira tua, ata t'jepen ty të vetat, dhe regullë kjo punë. Pra, mishin e kurbanit nuk është kush mja shpërnda vetëm të varfërve, por edhe atyne që kanë. Dhe në anën tjetër, nuk e kanë të ndaluar me marrë mishin e kurbanit ata që kanë. E kanë të ndaluar me marrë zakatin. Për shembull, se në ty ta bijim zakatin, thëmë ti ki nevojë për një kërë, keni për diçka, nuk bëjmë marrë zakatin ti, me thonë ja. Jo, zakatin nuk e marrën. Po nëse t'jepën sadaka, dhe më rështë pare, e bleni kërë të mirë, që qaj për të prishta, apo të ka vjetrua, ku të dione, thufa Allah që përblef për sadaka. Sadakan, bën me dhonë edhe të vllaut ati që ka të pasurit. Dërsa zakatin, vetëm të varfërit. Mishin e kurbanit e jepën në formë sadakaje. Andaj bën me dhonë, varfërit, të pasurit, muslimanit, jo muslimanit. Bën me lanë dhe për veti, pjesën më të madhe, bën edhe krejt. Po nuk është të preferuar këtë, që ka bile një pjesë. Ata në këta që e len krejt, që e len shumicën për veti, një pjesë ha, pjesën tjetër konzervaje, thaje, tere, fotën frezëngrije të tjerë. A me hadith, pejgamberi sa ka thonë, hanë një pjesë, kulu, o dëkhiru, o të sadëku. Hanë një pjesë, o konzervane një pjesë, jep në sadaka një pjesë. E ka që vitë vetë sadaka. Jep në sadaka një pjesë. Pra në 3 pjesë, një pjesë jepje. Që i bje 2 pjesë për veti, se një anën tani, një anën për më vonë, dërsa një pjesë të tretën e shpërndan sadaka. Akrabave, fukarave, s'ki fukara, meqve, shokve, vjen mikë me bujram, vjen vlla, vjen halla, vjen motra, një kese, me rështa me veti. O këna për janë i benash, merë me veti. Në regullë kjo punë, sa në keqë s'ka. Tamam? Aje ka halal me marë, ti ki halal me dhanë, ti ki sebab që edhe, e kështë më. Allah ndërov, para se të përmbyllim, lejon një pyetje, Hoxha ndërov, kur përflasim për të kurbanat. Përpara në kohët e mëhershme, si që tregojnë të vjetrit tonë, kur prej kurbani kanë bërë do gropa dhe mbetjet e kurbanit eshnat i kanë gropos. Nërsa tash në disa komunat ka marrë vendim në kontenjera me gjujt në mbetjet e kurbanit. I gjujt eshna, i gjujt lëkurën, planëse ato, se sot lëkurën nuk po e marrin tregtarët që kanë marrë më herët. A është gjëna kjo që po i bojnë, po i gjujnë, apo duhet prap me i gropos ato? E pse me fut në kontenjera? Pse ashtu? Për shkak që ku me i gjujt rrezikohen prej qenve. Po. Disa komuna i kanë bërë pikat ku grumullohen mbetjet e kurbanave. Dhe duhet në tash t'i gruposim si përpara? Tamam, nuk ka dërt. Asnjëna s'ka dërt. Nuk prishpon asnjëna. Pa e që është për rëndësi me cek këto, është bindja e shumë njerëzve se mbeturinat e kurbanit me humbur qenë nuk bën. Për ata ka shtjen dhej. Që ka qenë gabim? Të në dhe bën me shti, por bën me humbur dhe qenë, ma dje ma se vape me humbur qenë, sa me shtjen dhej.
Ama nëse ishtin dhe, për shkak mos mi njëllë qatë, se tani qatë kanë pasoja tjera, të rriqja të i tutin, fëmijën e runa zët, ishtin dhe, ose tash me urën e komunave, që tha ti, i hedhina për kontinire, për disa pika gërmëlluse, kjo është në regull krejt, këtë në regull është. Ska zotë keqë. Se në fakt, veturinat e kurban du të hudhen ato. Ato të hudhen, me vajtu smujnë ato. Ato hudhen, nuk janë që hahen. Hudhen. A futen në ndhej, a futen për kontinira, a organizën shteti, respektivisht për shteti lokal, grupe, këse pika mbledhëse të tërë veturinave, aji është qysh organizohen njerëzit, qysh koordinohen njerëzit, qysh mirën vesh, qysh veprojnë, se me vepru, por në fakt të natë lijuara janë. Ska dërë tas një për tyne. Hoxha nderuar, Allahu të shpërbleft. Edhe juve, faleminderit. Allahu nderoft. Amen. Të dashur miq të radio televizionit Iliria, Allahu ju nderoft e ju shpërbleft, pritje të mira ju dhe familjet e juaja gjithmonë. Me kaq dhe përmbyllim për sonte, deri në emisionin e radhës. Selamu alaikum.